Gjuha shqipe. Shtrirja gjeografike. Gjuha shqipe flitet prej më shumë se 6 milion njerëzish në jugperëndim të Gadishullit Ballkanik, kryesisht në Republikën e Shqipërisë dhe në vendet fqinjë të cilët përbënin pjesë të ish Federatës Jugoslave, Kosovë, Maqedoni, Mali i Zi dhe Serbi. Në Shqipëri, gjuha shqipe përdoret nga tërë popullata prej 3.087.159 banorëve. Regjistrimi i prillit 2001 duke përfshirë edhe disa pakica etnike dygjuesore, grek, rom, slav. Në Kosovë, ku ende nuk ka statistika të sigurta, gjuha shqipe flitet nga pothuajse tërë popullata prej rreth 2 milion banorëve, duke përfshirë disa pakica dygjuesore, bosnjak, goran, turq, kroat, rom dhe ashkali. Në kohën e Jugosllavisë, serbët etnik të Kosovës, tani rreth 5% të popullsisë, në një masë të madhe, nuk mësonin ose flisnin shqip, por qëndrimi i tyre mund të ndryshohet me zbutjen e emocioneve dhe problemeve etnike. Llogaritet se në Republikën e Maqedonisë ka rreth 1/2 milion shqiptar, DTH. Rreth 25% të popullsisë së përgjithshme. Megjithse nuk ka statistika të sigurta. Popullsia shqiptare gjendet në Shkup dhe rreth tij ku është Pakic, në Kumanov, dhe në veçantë në Maqedoninë Perëndimore nga Tetova, Gostivari dhe Dibra deri në Strug, ku është shumicë. Në Malin e Zi gjendet një pakic shqiptare prej rreth 50.000 personave, kryesisht afër kufirit shqiptar Ulqin, Tuz, Guci. Ka gjithashtu të paktën 70.000 deri 100.000 shqiptar në jug të Serbisë, kryesisht në luginën e Preshevës, afër kufive të Maqedonisë dhe të Kosovës. Në Greqi, ka ngulime të vjetra të dialektit Çam në Epir, Parg dhe Gumenic. Me gjithë luhatit e kufirit dhe shpërnguljet për në Shqipëri, mund të ketë ende deri 100.000 shqiptar në këtë rajon, megjithse janë të greqizuar në masë të madhe. Në Greqinë qendrore, gjuha shqipe, e njohur këtu si arbërisht dhe në greqisht si arvanitik, mbjeton në rreth 320 fshatra, kryesisht në Vjota, Bojota, veçanërisht rreth Levadias, në jug të ishullit Via, Euboja, Atik, Korinth dhe në veri të ishullit Andros. Këtu jetojnë pasadhësit emigrantëve shqiptar, të cilët erdhën në Greqi në mesjetën e vonshme. Nuk ka statistika të sigurta për ata. Shqipja që flitet këtu është mjaft konservatore si dialekt. Në jug të Italisë ka një pakic të vogël, por të qëndrueshme shqipfolse që quhen arbëreshët. Ata janë pasardhësit e refugjatëve, të cilët ikën nga Shqipëria, pas vdekjes së Skënderbeut, në vitin 1468. Janë rreth 90.000 persona, dhe jetojnë kryesisht në fshatrat malore të Kosenzës në Kalabri, dhe rreth Palermos në Siqili. Arbëreshët flasin një variant mjaft arkaik të shqipes, i cili ndryshon dukshëm nga shqipja që flitet në Ballkan, kështu që komunikimi me ata bëhet i vështirë nëse arbëreshët nuk dinë gjuhën standarde. Ngulime të vjetra shqiptarësh gjenden tek tuk edhe në vendet e tjera të Ballkanit. Në fshatin Arbanasi në jug të Zarës në Bregdetin Kroat, në disa fshatra të Sanxhakut dhe në krahinën kufitare mes Bullgarisë, Greqisë dhe Turqisë, në mënyrë të veçantë në fshatin bullgar Mandrica. Ka edhe disa fshatra shqiptare, kryesisht të asimiluara, në Ukrainë, në veçantë në krahinat e metropolit dhe të Odesës. Nga kolonitë e dikushme të shqiptarëve në perandorinë osmane ka mbetur pak. Pakica shqiptare në Egjipt u shpërb, por ka ende bashkësi të dukshme shqiptarësh në Turqi, Stamboll, Bursa dhe Gjetiu, dhe në Siri, kryesisht Damask, që prej fundit të viteve 1980 në Kosovë, dhe që prej hapjes së Shqipërisë në vitet 1990-1991, shumë shqiptar kanë emigruar në vende të tjera, kryesisht në Greqi dhe në Itali. Sot ka shumë shqipfolës në Evropën perëndimore, veçanërisht në Gjermani, Zvicër, Skandinavi dhe Londër, si dhe në Amerikën e Veriut, New York, Boston, Detroit, Toronto. Prejardhja dhe zhvillimi i gjuhës shqipe, gjuha shqipe, është antare e familjes gjuhësore indo-evropiane dhe kështu ka lidhje fisnore me pothuajse tërë gjuhët e Evropës. Për karakterin indo-evropian të gjuhës shqipe u botua për herë të parë në vitin 1854 prej gjuhëtarit gjerman Franz Bopp, 1790 e 1867. Brenda familjes indo-evropiane shqipja përbën një deg me vete. Me gjitha afërsinë gjeografike të Greqisë, shqipja e vjetër, nëse mund ta quajmë kështu, duket se nuk ka patur kontakte të dendura me greqishtën e vjetër, por ngulimet romake në Bregdetin i Lirë dhe përfshirja e Shqipërisë në perandorinë romake, nga ana e tyre, kanë lënë gjumë të thella në gjuhën shqip. Huazimet nga latinishtja për shumë shekuj kanë qenë kaq të shumta, saqë ndryshuan vetë strukturën e gjuhës shqipe. Kontaktet kulturore me slavët, bullgarët dhe serbët, turqit dhe italianët kanë lënë gjithashtu shtresime tepër të dukshme fjalësh në gjuhën shqipe. Jo vetëm në fjalor, por edhe në morfologji dhe në sintaks. Gjuha shqipe ka shumë elemente të përbashkëta me gjuhë të tjera të Ballkanit, dhe kjo për shkak të ndikimit të mundshëm të gjuhëve të vjetra substrate, ilirishtja, trakishtja, dakishtja dhe si pasojë të shekujve të zhvillimit të përbashkët. Ndër këto tipare janë: nyja shuese në fund të fjalës,
mbaresa të njëjta për rasën gjinore dhe dhanore. Fjaloformimi i numrave 11, 19 bazuar në teknikën 1/10, 2/10 e kështu me radhë. Mungesa e paskajores gramatikore dhe formimi i kohës së ardhme me foljen dua. Nuk mund të vërtetojmë me siguri nëse gjuha shqipe është pasardhëse e gjuhës ilire, sepse nuk disponojmë shumë të dhëna të shkruara ilirisht. Megjithatë, sot pranohet gjerësisht teoria e prejardhjes ilire. Përshkrimi shqipes së sot me gjuha shqipe ndahet në dy njësi dialektore, gegërisht në veri dhe toskërisht në jug. Vija ndarse midis të dy dialekteve ndodhet afërsisht në lumin Shkumbin në Shqipërinë qendrore. Këtu në një zonë me një gjerësi prej 10 deri 20 kilometrash ka dialekte kalimtare. Ndër tiparet e dialektit geg janë: prania e zanoreve hundore, ruajtja e bashkëtingullores më të vjetër për në toskërisht psh, gegërisht ven, latinisht vinum, toskërisht ver, gegërisht Shqipnia, toskërisht Shqipëria, si dhe disa tipare morfologjike. Gegërishtja mund të ndahet më tej në disa nën-dialekte. Gegërishten veriperëndimore, Shkodër dhe përreth, gegërishten verilindore, Shqipëria verilindore dhe Kosovë, gegërishten qendrore, zona midis lumenjve Ishëm dhe Mat dhe në drejtim të lindjes Maqedonia, duke përfshirë Dibrën dhe Tetovën, dhe gegërishten jugore, Durrës, Tiranë. Në vijat e përgjithshme, toskërishtja është më homogjene, megjithse mund të flitet për disa ndarje. Toskërishten veriore, nga Fieri në Vlorë dhe pjesa më e madhe e Shqipërisë së Jugut në veri të Vjosës, variantin Lab, në jug të Vjosës deri në Sarand, dhe variantin Çam, cepi jugor i Shqipërisë dhe epiri grek, gjuha e sotme letare, e përkufizuar në Kongresin për drejtshkrimin në Tiranë më 20-25 nëntor 1972. Bashkon të dy dialektet kryesore, por bazohet kryesisht mbi variantin tos. Ajo pranohet gjerësisht në Shqipëri dhe gjetiu si standard, megjithse ekziston një lëvizje koha e fundit për të rivlerësuar gegërishten letrare. Në strukturën e saj, gjuha shqipe është një gjuhë sintetike si të gjitha gjuhët e tjera indo-evropiane. Emrat kanë gjini, numër, ras dhe gjithashtu mund të jenë në trajt të shuar dhe të pashuar. Pjesa më e madhe e emrave janë në gjinin mashkullore ose femërore. Megjithse ekzistojnë edhe pak rastet e emrave, asnjanse të cilët aktualisht po përdoren gjithnjë më shumë si emra mashkullore në njëjes dhe femërore në shumës. Në lidhje me numrin, shumica e emrave janë në njëjes ose në shumës, po ashtu si edhe në gjuhët e tjera evropiane. Ekzistojnë afërsisht 100 formime të shumësit, përfshirë prapashtesat, umlauti, ndryshime bashkëtingëlloresh dhe kombinime. Gjuha shqipe ka 5 rasa: emërore, gjinore, dhanore, kallëzore dhe rrjedhore. Mbaresat e gjinores dhe dhanores janë gjithmonë të njëjta. Rasat gjinore lidhen me emrat e përcaktuara nëpërmjet një sër lidhzash i, e, t, s, të cilat shpesh reflektojnë mbaresën e emrit që paraprin psh. Bulevardi i qytetit, bukuria e bulevardit të qytetit. Trajta e shuar dhe e pashuar përcaktohen prej nyjes të mbaresës shuese ose mungesës së saj në fund të emrit. Pra lakimi i emrave karakterizohet nga mbaresat e shuara dhe të pashuara. Mbiemrat vijnë me njëherë pas emrave ose kanë përpara një lidhës psh djali nervoz, djali i vogël. Foljet në shqip karakterizohen prej 3 vetave, 2 numrave, 10 kohëve, 2 trajtave dhe 6 mënyrave. E pazakont është mënyra habitore, e cila përdoret për shprehjen e habis vë befasisë së folësit. Robert Elsie